Përshëndetje të dashur peshor, do bëjmë leximin e radhës për ju dhe do fillojmë me 9 të scrolls që ndryshe këto. Ku një figurë engjëllore është përkullur mbi lodhjen e saj. Dhe kjo jeni ju. Qofshi mashkull apo femër, s'ka rëndësi. E përkullur mbi lodhjen e saj shpirtërore, emocionale, mendore. Kjo është një lodhje që nuk është vetëm nga jashtë, por dhe nga brenda. Ndoshta nga pritshmëri të dashur peshor, nga frika, nga pesha e mendimeve që s'kan pushuar. Kjo është një net, kjo është net pa gjumë, jo vetëm për trupin, por për shpirtin që po kërkon qetësi. Ka shumë mendime, por mungon rrugdalje e qartë. 7 të pasqyrës vjen si pasojë shumë pasqyra, shumë mundësi, shumë ëndra, por asnjë nuk duket plotësisht reale. Mund të jetë dhe kjo lodhja juaj. Kjo është ndjenjë të qenit të hutuar, midis zgjedhjeve, fantazive apo skenarëve që mund të ndodhin, por që ende nuk kanë marrë formë të vërtetë. Kur mendja është e lodhur, edhe zgjedhja është më e vështirë. E trubullt. Kjo është letër që të bën të pyesësh çfarë ndjej vërtet për te frikës dhe pritshmërive të tjerëve. Mbretëresha e pasqyrës që është poshtë saj është një figurë e mençur, e qetë, e duruar. Ajo nuk vepron më njëherë, ajo vëzhgon, dëgjon dhe ndjen përmes zemrës. Ajo është fuqia jote e mbrëmshme për të parë realitetin për te iluzioneve të dashur peshor. Është të bën të them kur e gjithë bota të nxit të zgjedhësh më njëherë të thotë shko dhe shiko më thellë. Jo çdo rrugë që shkëlqen është rruga jote të dashur peshor. Kjo është ndjeshmëria që nuk është dobësi, por është në një farë mënyrë busull për ju. Dhe 8 të gurit sjell një energji shumë toksore dhe praktike, puna e përditshme për kushtimin ndaj rritjes së vërtetës. Je dhe duhet të ndërtosh ngadalë, me themele të forta. Kjo nuk është një rrugë e shpejtë. Edhe nuk ka rrugë të shpejtë të dashur peshor. Apo magjike, ta themi ashtu, është përkushtimi i heshtur që sjell frutet më të qëndrueshme aty ku ka shumë zgjedhje të trubulta. Zgjidhja shpesh është punë e qetë, por kujdesja ndaj vetes dhe vazhdimësia do jetë ajo që do ju marrë më shumë, ndoshta kohë dhe energji. Mesazhi i leximit të juaj të dashur, mos kërko zgjedhje në kaos. Ajo është tek ty. Në mbrëmësi, në heshtje, në veprimin më të vogël që përsëritet çdo ditë. Lodhja është reale këtu. Por edhe urtësia di më shumë se kaq të dashur peshor. Kur nuk di çfarë të zgjedhësh, kur je në një lloj kaosi të tillë dhe si do veprosh, zgjidh kujdesin për veten. Në vend të kësaj, zgjidh atë që të jep paqe, jo vetëm premtime. Zgjidh persona që ju motivojnë, jo njerëz që ju demotivojnë apo ju deinkurajojnë. Çfarëdo që të jetë, duhet të ndani, ta them, shapin nga sheqeri dhe të lironi këto mendime që të mund të filloni apo të zgjidhni, të vendosni më mirë, nga që, siç thash, mendje turbullt dhe zgjedhje të gabuara të dashur peshor.